Jemi rikthyer dhe tashmë i kam mysafirët këtu në studio, pikërisht përfaqësues nga shoqata humanitare Bamirësi Strugan. Me mua këtu është Ejup Jakupi, drejtor i shoqatës Bamirësi Strugan, gjithashtu edhe Betim Ibrahimi, zëvendës drejtor. Mirë se erdhët, faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit Prizma. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Do të flasim për Bamirësi Strugan, do të flasim për shoqatën, do të flasim për bamirësinë në përgjithësi. Dua një herë t'ju pyes si ju ka gjetur kjo periudhë, duke qenë se lan pas edhe muajin e shenjtë të Ramazanit, besoj aktivitete të shumta keni pasur edhe këtë periudhë. Po, faleminderit. Prej nga dita që është formu shoqata, unë nuk kam qenë pjesë e fillimit, por Betimi ka qenë pjesë qysh në fillim të shoqatës. Dhe vijojmë një aktivitet ose numër të madh aktivitete të cilat janë vazhdimisht në rritje. Dhe në veçantë atë që e potencot ju, Ramazani është ku vërtet ndjenjat e njerëzve arrin kulminacionin dhe si rezultati i asaj ne ishim ndër shoqatat të themi kështu më aktiv gjatë këtij muaji dhe këtë aktivitet e zgjeruam në shumë pore të jetës. Prekëm domethënë si e kemi neve, keni parasysh edhe herëve tjerë kemi cek. Ne si shoqat veprojmë, të themi kështu në 4 koncepte të ndara. Një është koncepti i studenteve, bursave studentore. Detaje mund të hape Betimi më vonë. Koncepti tjetër është në lidhje me shtëpitë të cilët i rinërtojmë nga zeroja ose i meremetojmë. 3 kemi të bëjmë me shërimet brenda vendit dhe jashta vendit. Edhe 4 kemi të bëjmë me paketa ushqimore ose në fakt këtu hyn edhe pjesa e grave të cilët jetojnë vetëm, u ambulojmë qirajat dhe nevojat tjera. Do të thënë kemi punu mbi këto 4 koncepte dhe ajo që është fakti që na gëzon se gjithmonë jemi në rritje. Nuk nga gëzon fakti se rritet numri për fat të keq, ne duam të jetë numri shumë më i vogël, por mirë që i zbulojmë dhe vazhdimisht shohim fytyra të reja, vazhdimisht shohim dyer të reja. Dhe ne së shoqat vazhdojmë në këtë qëllim që është ndërtuar fillimisht. Dhe si shoqat jemi pak të themi kështu, veprojmë në një zyrë të vogël, me një bord të vogël. Ju keni qenë dëshmitar, keni marrë pjesë të zyra jonë, me hapa të vogla, jo të mëdhaja, mirë po mbështjellin plaga të mëdhaja. Prekim në shumë pore, prekim në shumë shtresa, mundohemi që aty ku është mëse nevojshme, se është një amanet kur dikush tjetër të len një sasi të hollash si donacion, edhe ai don ta gjejë vendin real, edhe ne si shoqat duam të shkarkohemi nga kjo barë, mos kemi përgjegjësi, andaj është pak punë delikate, është pak punë e vështirë, mirë po deri më tani, pa dallim se jemi përballuar me disa sfida, por s'na kanë zvarit të shkojmë përmbas, por përkundrazi këto na kanë motivuar akoma të jemi më aktiv. Shumë e vërtet. Duke qenë se në fakt edhe në vitin e kaluar, kur ishit pjesë e emisionit që unë kisha këtu pikërisht në Alsat, ti e ju patjetër ke qenë bashkë në fillimet tua. Si ka shkuar le të themi edhe për ty ky vit, edhe nga ana emocionale, edhe nga ana e punës, le të themi aktiviteteve të shumta si ke parë ti, duke qenë se erdhe në një organizatë që tashmë veç e kishte fituar besimin tek donatorët, tek njerëzit, tek qytetarët, kështu që si ka qenë pastaj edhe për ty si vazhdoi edhe ajo pjesa ose le të themi mikpritja në këtë shoqat. Shumë mirë, nëse i krahasojmë momentet kur u kyqa në këtë shoqat me momentet e fundit atë që jam në shoqat, besoni se nuk e kisha shumë rënd për shkak që unë ndjeva si pjesë e një shoqate e cila veç ma kishte bo imazhin e vet, kishte fitu besimin e vet, për shkak që para meje kishte qenë drejtor Armen Droqi, i cili në një mënyrë shumë të mirë kishte udhëhequr shoqatën bashkë me antarët tjerë të bordit, kështu që unë nuk e kisha vështirë ta vazhdoj aty ku e lan ata. Dhe besoni që janë momente shumë motivuese të cilët na shtyn ta vazhdojmë neve këtë amanet, duke marrur parasysh se domethënë besimi është në rritje, këtë e shohim edhe nga numri i donatorëve që është në rritje. Këtë e shohim edhe nga sasia të cilët mblidhen në veçantë Ramazanin, ne kemi një
kriter shumë të mirë, a jemi me Ramazanin e kaluar më dobët ose jemi më mirë, kjo të tregon që në çfarë orienti jemi. Kështu që përshtypja im lidhje me këtë aktivitet ose me këtë shoqat është në atë që besoni kemi të bëjmë me njerëz të cilët tregon që është fryti i besimit. Për shembull, ndoshta në detaje do flasim edhe më vonë, jemi duke bërë një shtëpi në një fshat. Dhe motivi i kësaj shtëpie ishte që njeriu u paraqit në shoqatën tonë. Unë direkt hyra në kontakt me njeriu. Ma pak 20 herë kam folë me njeriu, akoma flasi, i cili deshti komplet një shtëpi filloi dhe ta mbarohet deri te Chelsea, vetë iniciativa e ati personalisht. Edhe unë e pyeta mos ketë vallë në një vend të caktuar ku don ai, ose në një fis, ose familje të caktuar, ose fshat i caktuar, nuk kishte, dhe ne vendosëm iniciativën tonë. Po, e gjetëm në familjen, e gjetëm fshatin dhe veçma ka fillu puna, është muajin e dytë, dhe veçma kati i parë është duke u në përfundim të mësipër. Dhe as ky që donoj nuk e din ku e bëjmë, as ai të i cilit bëhet nuk e din se kush ja bën. As unë nuk ja di emrin, u bo që 20 herë flas në telefon, çdo gjë flasi përveç emrit. Domethënë, kjo është ajo kulmi i kësaj që neve na motivon, dhe këto shembujt mund t'i shumojmë, por tregon kjo fryti i besimit. Domethënë, ka besim si shoqat, e donoj atë pjesën që deshte ai, dhe ne vazhdojmë punën, as ai nuk dinë ne ku e bëjmë, nuk e njeh as familjen, as familja nuk e njeh se kush donoj. Ne jemi vetëm ura e cila, si thash pak para, me hapa të vogla vetëm mbështjellim plaga, mundohemi të maksimum, jo që jemi ndë një organ qeveritar që do të ndërhyjmë në gjithë vendet apo shtëpit apo familjet, por atë sa e kemi ne potencialin ton, mundohemi maksimalisht të mbulojmë këto minuse. Shumë e vërtetë në fakt edhe kjo që tregove, sepse e bukur është kur me besim të plot, në fakt ai ka dhënë një shumë të madhe parash, sepse për të ndërtuar një shtëpi sigurisht që duhet një shumë e madhe parash, kështu që ai me besimin e plot ju ka dërguar ju sigurisht dhe ka vendosur që ju ta merrni vendimin se ku do të bëhet ajo shtëpi. Betim duke qenë se ti ke qenë i përfshirë në shoqat, domethënë pothuajse jo pothuajse, po që nga fillimi pak a shumë ke qenë i përfshirë, domethënë ke qenë aktiv, ke qenë pjesë aktive e shoqatës që kur është themeluar. Sa ka ndryshuar, le të themi për 6 vite tashmë shoqata që vepron, sa ka ndryshuar edhe nevojat e njerëzve, mënyra ose le të themi, a ka më shumë nevoja urgjente apo më shumë afatgjate, duke qenë se edhe kohët ka ndryshuar, ka pi kriza pandemisë, po krizat e njëpasnjeshme në fakt që kanë kapur. Sa ka ndryshuar edhe nevojat e qytetarëve? Po, është një fakt që ka ndryshuar shumë gjëra, që nga themelimi dhe deri më sot. Neve jemi që 6 vite në funksion e sipër. Kemi pasur disa ndryshime në board, kemi pasur disa ndryshime në ekzekutiv. Tani me ardhin e drejtorit të ri, neve jemi shumë të kënaqur, edhe është një pasurim shumë i madh për shoqatën, por edhe për Strugën, që e kemi si udhëheqës të grupit tonë. Kemi një grup punues shumë të mirë, të mrekullueshëm, janë domethënë shumë të përfshirë në përgjitha sferat e punës që ndodhin në shoqat. Neve shohim një tendencë që kemi, për fatin e keq, kemi rritje të rasteve në nevojë. Kemi pasur shumë kërkesa për kohën e Ramazanit, të cilat jemi munduar që t'u përgjigjemi. Besojmë që kryesisht ato kërkesat e mëdhaja i kemi eliminuar, po çdo herë është hapësirë edhe për më tepër. Puna jonë domethënë ka qenë këto 30 ditë të Ramazanit si një maraton, po nga raporti që kemi marrë deri tani, shpresojmë që ja kemi arrit qëllimit edhe i kemi eliminuar disa raste. Ato që tha drejtori në fillim, domethënë neve kemi një pikë synim se ku duam të arrijmë. Dhe rastet jetime, për shembull, janë rastet të cilët që ditën e parë i kemi pasur si cak, prioritet, që t'ua mundsojmë pak më kollaj ta kalojnë vitin e kështu me radhë.
Në fakt po, e përmende mjaft mirë sigurisht edhe do t'i përmendim edhe aktivitetet, sepse dua që të flasim edhe për aktivitetet, po sipas asaj që thej, domethënë që për Ramazan ka pas shumë kërkesa, domethënë ekzistojnë ende edhe kërkesa urgjente, pra ka njerëz të cilët ende ka nevojë për ushqim dhe për bukë, nuk janë vetëm ato kërkesa të afatgjate, le të themi që duhet të ndërtohet një shtëpi dhe këto gjërat ose bursat që sigurisht i jepni. Duke qenë se me shtëpi keni filluar viteve të fundit, në fillim keni filluar me pak ndihmë, por që ja sot keni arrit që të bëni edhe disa shtëpi dhe vazhdoni në fakt që të punoni në këtë drejtim. Cilat janë aktivitetet ose projektet që i keni edhe të momentit, për shembull nëse keni veç më e përmendje edhe drejtori që është duke u ndërtuar edhe një shtëpi, po edhe projekte që i keni afatgjatë, që janë non-stop të vazhdueshme, siç janë edhe bursat studentore dhe pak a shumë edhe shifra nëse mund të na jepni se ku ka arrit shoqata, sa ka arrit të ndihmojë. Nëse doni, unë mund të flas me shifra eksakte. Pastaj drejtori mund të vazhdoj me shtëpit. Për shembull, kemi bursa studentore, të cilët çdo vit e më radh kanë shkuar në rritje. Momentalisht kemi 40 bursa studentore për vitin 2025-2026, të cilët arrin një shifër prej 32.300 euro vjetore. Pastaj kemi barna dhe ilaçe, të cilët kemi rreth 15 familje, 500 euro në muaj, ato e kanë barna të cilët i marrin në farmaci, që ka nevojë, po, edhe kjo arrin dhe 6.000 euro në vit. Pastaj është qiraja mujore, kemi 8 raste të rregullta, këto janë 1.700 euro në muaj. Fakturat të rrymës, të cilët i publikojmë në faqen tonë zyrtare, bajmërisjestrugan.com. Aty gjatë dimrit kemi 8 familje të rregullta që ambulojmë rrymën, edhe kjo është 500 euro në muaj. Kjo shifër çdo herë shkon edhe më tepër, se kemi limit sa është faktura të cilat do pagohet, por çdo herë neve mundohemi që t'i mbulojmë edhe rastet që janë pak më ekstreme. Pastaj kemi fëmijë me nevoja të veçanta, siç janë logopedët, edukator special, 4 raste i përfshim në muaj, këto janë 300 euro. Edhe operimet jashtë shtetit për vitin 2025-2026, ato janë 4 raste, të cilët i mbajnë pak më privat, sepse janë raste më sensitive për publikun, dhe diçka që çdo herë kemi vlerësuar janë shtëpit. Sa shtëpi janë ndërtuar deri më tani dhe sa janë në plan për të ndërtuar? Neve gjithmonë kemi një kriter, që vitin e të cilin veprojmë me vitin që ka kaluar të jetë në rritje. Ceka në fillim, jo që na bëhet qefi se jemi në rritje, po në fakt tu tregon rritjen e potencialit tonë, mundshmërisë tonë, shansave tona dhe donacioneve që vinë në shoqatën tonë. Këto shifra të cilët i përmendi betimi, fakti që na gëzon se pothuajse gjys për gjys janë në rritje. Domethënë nëse kemi pas mundësi vitin e kaluar 30 studentë, sot jemi në 40 studentë, që do të thotë vitin e ardhshëm 26-27 viti shkollor të jetë në rritje minimum të jetë 45. Njëjtë edhe te puna e barnave, njëjtë edhe puna e shërimeve. Sa i takon shtëpive, momentalisht ditën e Arifes, një ditë para Bajramit, e inauguruam një shtëpi, hyrëm domethënë në një shtëpi të re, në një fshat, që ishte borë shumë bukur, ju me sa më duket edhe pak qizime nga ajo, po atë kryem për një kohë të shkurt. Mandej, para se ta kryem atë veç ma kishim fillu dikundi nga mezi Ramazanit, me një shtëpi tjetër. Dhe gjithashtu, në bas 2-3 ditëve në bas asaj shpjev, po ashtu morëm një shtëpi tjetër përsipër, edhe ata jemi duke te qatia kemi mbetur të ajo shtëpia e tretë, edhe me njerë javën e ardhshëm jemi në bisedime për 2 shtëpia tjera në Ohër, të cilët i pam rastet, i investigum rastet, treguam si janë parimet tona të shoqatës, të kompletohet dokumentacioni dhe veçma fillojmë edhe me 2 shtëpi tjera. Ky numër të cilën e përmenda me numrin që ka qenë në viteve të kaluar, tregon dëshmon që jemi në një rrugë të mirë, dëshmon që kemi fuqi, kemi potencial për të kryer këto, dhe kemi një background të mirë të cilët donatorët qëndrojnë mbas gjithë kësaj. Ne kemi arrit t'ua shpjegojmë donatorëve që në fakt bëmërsia është një ideal.
nuk është diçka që mund të matet vetëm me xhep, nuk është diçka që mund të matet vetëm me materializëm. Dhe këtë kemi arrit t'ua bëjmë të qartë se shohim që nuk janë dorështrënguar. Shohim që disa raste, besoni tani kur theni krahasoni me vitin e kaluar ose krahasoni me vitet e para të fillimit të shoqatës me tani kohën e fundit, ku paskoj më kujtohen disa sene kur i bëjmë këto krahasime. Fillimet kanë qenë që ne kemi shku më shumë te donatorët. Te ne kemi ardhur në një moment ku donatorët na drejtojnë neve, ne pa i kërkuar ata. Për shembull, kur ne publikojmë dhe një lajm për zhym, besoni nuk shkon as një orë as 2 orë, mbyllet rasti. E këtë kjo ka të bëjë me besimin. Do më thënë, ua kemi bërë të qartë se solidariteti, bujaria nuk të varfëron. Ajo që ndanë nuk është një copë e cila shkëputet me ty, po është një copë e cila ndërton për veten tënde. Shembull të tregoj. Na mbriu një ndihmë goxha e mirë, ne ishim mirënjohës për atë ndihmë nga SBA-ja, nga Amerika, dhe për një mosmarrëveshje shumë të vogël, jo konsultim, diçka hasëm probleme në transferimin të ndihmave në Maqedoni, në shtetin tonë. Edhe ngecën punët te porta ku ishte në Durrës. Hakatëm në mundësit tona, nuk mundëm disi të gjindemi në ato momente dhe na erdhi një telefon që për 1 ditë, 2 ditë, nëse i minin ndihmat, okej, nëse nuk i minin ndihmat, do të fugen. Edhe ne kishim aq pak kohë sa që nuk mundeshim të rregullojmë punët e kufirit, atyre taksave, tatimeve doganore. Dhe me njëri nga bordi dha një ide, po çfarë nëse gjejmë në një vend në Shqipëri nëse ndahen. Dhe besoni ndavëm në rrethin të Elbasanit. Një orë afër nesh. Çdo me thënë ajo, çdo me thënë struga, por një orë afër strugës. Sot je dora e cila ti je, por nesër mund të jesh dora e cila ti mund të kesh nevojë. Sot ti ndihmove, nesër ku e dish që ti nuk mund të jesh dikush tjetër të ndihmoje. Ne shohim me këtë filozofi, edhe donatorët e shohin me këtë filozofi. Do të thënë, prandaj këto sfidat me të cilat përballohemi ditën e sotit lehtësohen me atë plasimin të ideologjisë tonë, të qëllimeve tona tek donatorët. Dhe prandaj na lehtësohet puna në këtë aspekt. Do të thënë, sot besoni askush nuk është aq i pasur sa që mos ketë nevojë për një buzëqeshje. E askush nuk është aq fukara sa që mos ketë mundësi të japë një buzëqeshje, të farë një buzëqeshje. Kështu janë fatet të gërshetuara. Sot jemi në gjendje ku ne mund të japim, nesër mund të jemi në gjendje ku ne mund të jemi nevojtarë, s'kam nosh. Prandaj, shikuar me këtë, donatorët fort mirë na kanë kuptuar dhe qëndrojnë mbas nesh me këto qëllime. Shumë e vërtet në fakt edhe shumë bukur e thej që sot mbase ne mund të jemi ato që kemi mundësinë për dëm, por nesër mund të jemi pikërisht në atë pjesën ku mbase kemi nevojë. Bamirësit Strugan e ka emrin, megjithatë shumë mirë që e përmendët edhe rastin e Shqipërisë, sepse ju në fakt keni pas edhe raste të tjera, sepse di një rast që nëse zgaboj vitin e kaluar ju keni shëruar ose keni ndihmuar që qërohet edhe një person që ka qenë pikërisht në Shqipëria, që ka punuar në Strug, po që ka jetuar sigurisht në Shqipëri, ju e keni ndihmuar, ja keni edhe raste ku edhe në Ohër, kështu që Bamirësit Strugan është për te Strugës, për të gjithë ato që na dëgjojnë, kështu që edhe donatorët besoj keni të vendeve të ndryshme. Diaspora di që luan një rol shumë të rëndësishëm në shoqatën tuaj. Domethënë janë donatorët më të mëdhej, sigurisht ju keni edhe donator vendas, biznese të shumta, persona të shumt, po që edhe diaspora është pjesa më, le të themi, një ndër pjesët më të rëndësishme të shoqatës. Si është bashkëpunimi me diasporën? Sa e rëndësishme është edhe në fakt, sa e rëndësishëm është edhe ai mesazhi që diaspora përcjell gjithmonë kur qëndron afër vendlindjes së tyre, që gjithmonë janë të gatshëm për të dhënë për vendlindjen e tyre. Duke qenë se edhe ti vetë ke qenë në diasporë. Po, unë kam jetuar të jashtë. Edhe kam qenë. Edhe ti po, të dy në fakt keni qenë. Po, prandaj letë është të dy të japim përgjigjen e këtë. Po, nisu nga kjo, vërtet ndjenjat për vendlindje ndrohen kur jeton jashtë shtetit, jashtë vendlindjes. Ndoshta ato me trup janë të shkëputur nga ne, mirë po mentalisht edhe shpirtërisht, ato akoma lëvizin bashkë me ne. Dhe e ndjenë sensin tonë, janë sensitiv në këtë aspekt. Dhe veç maqasja atyre, pregatitja atyre, aktiviteti atyre, donacionet e tyre, tregojnë që nuk na harojnë dhe janë gjithmonë krahas nesh. Fakti, Ramazanin e kemi gjithmonë themun një muaj i cili nga aspektet të ndryshme, nga këndet të ndryshme,
njerëzit dojnë të flijojnë, dojnë të donojnë, dojnë të solidarizohen, qoftë edhe kur Kurban Bajrami njësoj e njëjta gjë, edhe me një në vitë pare kanë vendlindjen. Sidomos qendrat tona të cilët veprojnë në diaspor, qendra shqiptare muslimane, në këtë aspekt kanë dhënë një provim shumë të mirë, edhe kjo është në rritje me vitet të kaluar, shoh vetëm në relacion me shoqatën tonë, nga një numër i xhamive të cilat kanë vepruar vitin e kaluar në bashkëpunim me ne, ky vit është shtuar numri i atyre xhamive të cilat kanë dërguar ndihma të ndryshme, dhe vazhdojnë në një, të themi kështu, në një relacion shumë të mirë. Ne duhet vetëm të harrojmë këtë besim, të përforcojmë këtë besim, se është një të themi kështu, një tokë rrëshqitëse. Edhe shumë kollaj mund të humbe besimin, jo kjo shoqat, secila shoqat, e cila nuk është në gjendje të jetë transparent, apo t'i arsyetohe ku janë bërë donacionet, ku janë çu donacionet. Përderisa e ruajmë neve këtë vit dhe këtë qëllim, besoj që diaspora vazhdimisht do të jetë në mbështetjen tonë. Ne jemi shumë mirënjohës për hapat e tyre, mirënjohës. Nuk kemi neve ndonjë projekt që e veprojmë, që e mbulojmë dhe mos të kemi aty gisht nga diaspora. Nuk kemi ndonjë shtëpi që mos jetë ose katipar, ose çatia, ose dograma, ose uji apo rryma nga diaspora. Domethënë, ky raport jon me ato vazhdon në këtë mënyrë. Ne jemi shumë të kënaqur nga ato, dhe ato normal ndihen të mirë pasi që zen vend të merituar ndihma atyre. Inshallah shpresoj që do ta ruajmë neve këtë bashkëpunim me ato deri në fund. Nëse më të lidhem edhe në aspektin statistikor që i kemi në Facebook edhe Instagram, në për të gjitha rrjetet sociale, domethënë nga Maqedonia janë 30 deri 40% të shikimeve. Pastaj është Zvicra me 30% po ashtu. Austria, Gjermania dhe SBA-ja. Kështu që nga ky aspekt unë mendoj që kemi shumë interes nga diaspora, se çfarë bëhet në Struk, çfarë bëhet në Ohër, në Dibër, në Kërçov, edhe në për këto vendet e rajonit, ku bashkëveprojmë neve, edhe ato janë mos e mirënjohës nga ajo që e kemi parë se si ato kur vinte zyra, për shembull na japin lëvdata se si kemi ndihmuar, kemi bërë kështu projekte, kemi bërë kaq projekte, dhe kjo besoj që edhe në të ardhmen do jetë një bashkëpunim i ndërsjellët mes nesh dhe diasporës. Patjetër që po, sepse mendoj që asnjëherë nuk do dorëzohen ato për vendlindjen e tyre. Besoj që gjithmonë do të jenë aty pranë ashtu siç kanë qenë gjatë gjithë jetës së tyre dhe vazhdojnë të jenë. Një gjë e bukur në fakt është e përmendet edhe ju pak më herët për rrymën elektrike që ndoshta për 1 orë, 2 orë mbyllet faktura, por nuk ka ndodhur vetëm për këtë, ka ndodhur edhe raste, unë të paktën që i kam parë, në raste ku mbas është kërkuar një shumë më e madhe dhe brenda ditës, domethënë është mbyllur nga donatorët të cilët nuk kanë treguar kush janë, dhe kjo është një gjë shumë e bukur sepse tregon shumë për atë që për punën që ju bëni sigurisht, profesionalizmin që keni, por edhe për besimin që kanë të tjerët ndaj jush. Dhe tashmë unë në fakt ka ardhur një moment ku do doja shumë që të shfaq, sepse në momentin që kam thënë se do të kemi bamirësit Strugan, do të kemi përfaqësues nga bamirësit Strugan, kanë ardhur disa mesazhe tek ne, mesazhe të cilet kanë qenë nga persona që pikërisht kjo shoqat ju kanë ndihmuar për të treguar një lloj mirënjohje edhe publikisht, sepse e kanë bërë disa herë, por që tashmë vendosen ta bëjnë publikisht. Sigurisht që emrat do t'i lëm anonim për shkak të etikës, megjithatë do t'i lexoj mesazhet, nuk desha që t'u tregoj më herët sepse desha që të jetë një lloj surprize edhe për ju, duke qenë se besoj e ndjenit shumë emocionalisht këtë punë, nuk është vetëm punë për ju, por është edhe një çështje emocionale, kështu që nëse ka mundësi regjia, të më shfaq mesazhin e parë për ta lexuar. Okej, atëherë po e lexoj. Nuk di si t'i gjej fjalët e duhura për të shprehur mirënjohjen time, sepse ajo që keni bërë për mua dhe familjen time është shumë e madhe se çdo fjalë. Nga zemra dua të falenderoj të gjithë bamirësit dhe shoqatën Bamirësit Strugan, të cilët na qëndruan pranë në ditët më të vështira të jetës sonë. Kur mendonim se gjithçka ishte humbur, ju na dha shpresë. Kur ndiheshim vetëm, ju na treguat se ende ka njerëz me zemër të madhe, njerëz që ndihmojnë pa kërkuar asgjë në këmbim. Faljush, sot unë dhe familja ime kemi një shtëpi, kemi një kulm mbi kokë dhe një vend ku ndihemi të sigurt. Çdo tull, çdo mur dhe çdo cep i kësaj shtëpie mban brenda dashurinë, mundin dhe zemrën tuaj. Nuk do ta harroj kurrë momentin kur pa shtëpinë time duke u ndërtuar. Lotët që më dolën nuk ishin lot dhimbjeje, por lot gëzimi, mirënjohjeje dhe shprese.
Ju nuk ndërtuat vetëm një shtëpi, por na rikthyet besimin, buzëqeshjen dhe forcën për të vazhduar përpara. Faleminderim secili që kontribuoi, secili që dha nga zemra, secili që ndau një pjesë të vetes për ne. Ndoshta për ju ishte një ndihmë, por për ne ishte një jetë e re. Zoti ju bekoft, ju dhe familjet tuaja, ju dhënë shëndet, lumturi dhe begati në çdo hap të jetës. Uroj që mirësia që na dhuruat të ju kthehet shumë fish. Do të jeni gjithmonë në lutjet dhe zemrat tona. Si ndjeni pak a shumë për këtë mesazh mirënjohje që sigurisht ju besoj e merrni çdo ditë nga personat të cilët ju keni ndihmuar, ju keni shtruar dorën. Është e pamundur mos të emocionohemi kur i shprehin emocionet e tyre, ndjenjat e tyre në shenjë falënderimi. Besoni kur thjesht do jap vetëm një shembull, ndërtuam një shtëpi në një fshat, fshat shumë i lartë, shumë vështirë të shkohet, shumë vështirë të veprohet, dhe ja që vizitën e fundit e bora bashkë me Betimin. Si të qoftë, ana e brendshme e shtëpisë ishte bërë mrekulli. Kishte pak zvrastira ana e jashtme, të cilët ne u premtuam se do ta korrigjojmë, se nuk është bërë punë e shkëlqyer, ani se është në majtë të malit, puna duhet bëhet sikur është në qendër të qytetit. Sigurisht. Bile janë një çift i përzier, do të thënë një bashkëshortër, njëri nga bashkëshortët është shqiptar, tjetri është maqedon, pa dallim, ne nuk pam me dallim atë punë. Edhe prandaj thash, do ta bëjmë sikur e bëjmë për veten tonë, edhe ta bëjmë sikur bëhet në mes të qytetit. Por ajo që dua ta ndërlidhi me këtë që lexuam pak më para, që më pyete ndjenjat, ishte ajo se ne i tham që mundemi më mirë ta bëjmë këtë. Unë nuk jam i kënaqur si e kemi bërë, është puna e ne do ta vazhdojmë këtë, ta korrigjojmë, ta përmirësojmë. A nga brenda nuk ishte asnjë minus, ishte bërë tip-top çdo gjë në rregull. Prindi tha, jo tha, nuk duhet asgjë të bëni për shkak që prej ditës që e keni bërë të shtëpinë, të fëmijët nuk më dalin për jashtë duke gëzuar dhomën brenda. Një që është ngrohtë, dy thotë që u bën dritare të reja, murje të reja, thotë fëmijët nuk mund t'i qes për jashtë se janë duke e kënaq, duke e shiju ambientin e shtëpisë. Thotë unë mjafton vetëm me këtë, thotë që jam i falemnderuar për ju, thotë, edhe jam mirënjohës, kam konsiderat për punën që keni bërë. Dhe të këtilla raste kemi shumë të ngjashme të cilët shprehin ndjenjat dhe emocionet e tyre kur vërtet hyn në një strehë të re, kur mbi kokë, sidomos njëtë e pam edhe bashkë me Betimin edhe me antarët tjerë të bordit, përshtypjet e prindit të cilët hyrëm pak ditë përpara pak ditëve që hyrëm në një shtëpi tjetër me të njëjta emocione. Ballafaqohemi me të njëjta emocione, ndjenja edhe të rastet të cilët janë me shërim, për shembull jashta shtetit, të cilët e keni edhe ju parasysh se kushtonen ajo. Mjekimet jashta shtetit, shërimet jashta shtetit kushtojnë dhe mund të na dalë edhe një 6 muaj, 8 muaj, 3 muaj, 5 muaj pa dallim sa zgjatën, po kur kemi raste që arritet me sukses, ndjenjat e atyre, emocionet e atyre janë vërtet cilët nuk mund të harrohen dhe në të njëjtën kohë janë edhe motivuese për ta vazhduar këtë punë. Sigurisht. Në fakt shumë gjë e bukur sepse edhe mua më bëri shumë përshtypje në momentin që na erdhën këto mesazhe. Kemi edhe 2 mesazhe tjera që doja së bashku me këtë mesazh që ishte pak më i gjatë për ta lexuar, nëse ka mundësi regjia ti shfaqim edhe 2 mesazhe tjera njëra pas tjetrës sapo ti lexoj. Për 2 vjet me radh jam mjekuar nga shoqata në Turqi, po mos ishit ju, unë nuk do të isha më, nuk mund t'ua paguaj të mirën që më keni bë, inshallah gjithë të mirat e botës t'i keni. Edhe tjetrën nëse ka mundësi regjia. Ju falemnderit të gjithë ju që më keni ndihmuar mua si nën me një vajzë. Ju falemnderit që po më mbështetni mua dhe vajzën time. Me ndihmën tuaj, unë po rris një fëmijë dhe po pagoj banesën. Allahu ju shpërbleft. Këto ishin disa mesazhe që për shpejt arritën ti marrim, po që besoj që janë të shumta mirënjohjet dhe falemnderimet, sepse me të vërtet keni ndryshuar jetën. Në mesazhin e parë ajo që më la përshtypje ishte pikërisht fjalia që tha për ju mund të jetë një ndihmë, po për ne është një jetë e re. Dhe në fakt kjo është e vërtet sepse nuk është vetëm një bamirësi, nuk është vetëm një ndihmë, po ju në fakt keni ndryshuar jetën e dikujt dhe ta bësh këtë është gjë shumë e madhe. Po pikërisht pak para kur pyetët edhe Betimin, që u përgjigj në rregull, për filimet me tani krahasimi se pasi është shumë më i vjetër se unë në shoqat me përvojë.
pikërisht këtë dua ta them që këto mesazhe janë shprehur me pak fjalë, shumë sende të mëdha. Domethënë kuptimi, diapazoni që përkapin shprehja këtyre fjalë, reflektimi që bëjnë këto fjalë janë shumë të mëdha se këto rreshta që i lexuam. Besoni, aq kemi raste të reja, të cilët unë prej ditës kur kam lind jetoj mu në qendër të qytetit, aty e kam shtëpinë. Kështu që është e pamundur mos t'i njohi damaret e qytetit, qoftë edhe nga profesioni, qoftë edhe nga vendbanimi ku jam. Po sidomos në këtë Ramazan kam vëzhguar që kanë ardhur te shoqata jon, nën me fëmijë, domethënë prindi vetëm nën me fëmijë, 2, 3 apo 1, të cilët kur nuk i kam njohur që janë të qytetit. Besoni, kjo është rasti që na gëzon neve. Se nuk ndihmojnë vetëm njerëzit të cilët ju i njihni rrethin ose po në fakt ka shumë njerëz të cilët skuqet të dalin jashtë atyre ta zgjasin dorën. Vërtet. Të cilët përjetojnë rryma të ndryshme në brendshmërinë e atyre, në intuitën e atyre, përjetojnë domethënë ndrime emotive të ndryshme të mëdha të cilët turprohen e ngushtohen, e fëmis nuk ka mundësi ti ble këpuc ose në shkollë ta zgjasë ose ta paguajë rrymën ose qiran me vones 1 muj, 2 muj, 3 muj, 5 muj, sidomos në këtë Ramazan pata mundësi t'i shoh disa prind të cilët, disa nën të cilët jeton kanë në struk, që kanë me qira edhe ne elhamdulillah që falë Zotit shqyqyr që mundëm t'i mbulojmë këto qira. Ky fakt shumë na gëzon dhe kjo është ajo pjesa të cilët atyre të cilëve kanë pat mundësi të marrin ndihmë nga shoqata jon i kanë shpreh me disa mesazhe apo fjalë. Këtë ne vazhdimisht jemi në prekje të kësaj, jemi në kontakt të kësaj, po besoni janë shumë ma shumë, por ne hakasim mundohemi që mos të mbese atë sa kemi ne mundësi në mbështetje të donatorëve, që shoh se edhe donatorët nuk mërziten nga kjo, domethënë nuk brengosen nga kjo, ato mërziten kur ne nuk i kërkojmë ata, jo që kur i kërkojmë ata. Prandaj ky raport nëse vazhdon kështu, besoj që do bëjmë edhe shumë sende tjera. Dhe në fakt jam shumë e sigurt për të që me këtë punë si keni filluar, si keni vazhduar, besoj që do t'ju gjendini pranë shumë edhe nënave që e përmendet, sepse është një prej pjesëve të punës suaj në fakt prioritet që keni, pikërisht nënat me fëmijët, dhe kjo është një gjë shumë e bukur sepse janë mbase disa njerëz ose disa nevoja ose le të themi disa raste që janë të harruara edhe nga vetë shteti, që në fakt duhet vetë shteti t'i ndihmoj, po që fatkeqësisht nuk i kemi ato kushte le të themi për sa i përket institucioneve, kështu që janë pikërisht shoqatat si Bamirësit Strugan për t'ju ardhur në nevojë. Duke qenë se përmenda pjesën, domethënë edhe ndihmën e institucioneve që duhet patjetër ta bëjnë, sa është le të themi edhe bashkëpunimi ju me institucionet? Keni një farë lloj bashkëpunimi mbase me qendrën sociale për t'i gjetur mbase disa raste ose vinë ato nëse ka ndonjë rast për shembull persona që janë nga qendra sociale që i dinë më shumë më thellë nevojat e qytetarëve për të ndihmuar, ka një farë lloj bashkëpunimi le të themi mes shoqatës dhe institucioneve? Po, neve domethënë bashkëpunojmë ngushtë me të gjitha institucionet që janë përgjegjëse për këto raste në nevojë. Qendra për punë sociale, qendra për rehabilitim, ka disa shoqata të cilët nuk janë bamirëse, po janë për fëmijë me nevoja të veçanta. Jemi shumë ngushtë me ato, domethënë punojmë vazhdimisht dhe kur kemi nevojë normal që do i kontaktojmë ato edhe do kërkojmë ndihmë. Do ketë një farë lloj bashkëpunimi. Një nga punët tuaja është edhe pikërisht edhe puna e përmendet, edhe puna me fëmijët me aftësi të veçanta, gjithashtu edhe me fëmijët e tjerë, sepse her pas here bëni aktivitete që i sillni fëmijët nga shkollat të ndryshme, keni vullnetarët, nëse zgaboja, janë vullnetarë ato persona të cilët vullnetarisht vinë aty për të bërë aktivitete me fëmijët, dhe në fakt kjo është një gjë e bukur dhe përveç këtyre gjërave që janë të rëndësishme, një gjë që shumë më pëlqen me shoqatën është që ju gjithmonë i shënoni ditët që janë të shënuara, ditët e sëmundjeve të ndryshme. Domethënë kjo është edhe një gjë shumë e bukur sepse përveç punës që bëni, përveç ndihmës që jepni edhe shumë mesazhe të tjera dhe keni edhe vullnetarë të cilët duan vetë si vullnetarisht vinë për të ndihmuar nëse ka ndonjë aktivitet, kryesisht të rinj. Si ju bën të ndiheni edhe kjo situatë ku i shihni të rinj që interesohen për të bërë një bamirësi, sepse bamirësia nuk është ndase ndonjëherë vetëm me gjëra materiale, por mund të jetë bamirësi, mund të jetë ajo që përmendi edhe drejtori më herët që një buzëqeshje mund të jetë bamirësi.
Pikërisht, kemi një ekip të mrekullueshëm në Zyrë. Janë 3 kolegë të cilët i ndjekin vazhdimisht këto ditët e shënuara dhe organizojmë manifestime të ndryshme kur shohim që ka edhe nga qyteti, domethënë organizohet në një ditë e shënuar në qendër të qytetit, ne u bashkangjitemi atyre dhe po ashtu edhe u ndihmojmë me logjistik, me financime të ndryshme, nëse kanë nevojë për vullnetar, neve mund t'u gjejmë. E njëjta gjë ndodh edhe te zyra jonë. Kemi një zyrë goxha e vogël, po me zemër të madhe, dhe aty organizojmë gjëra të ndryshme për fëmijët. Janë të gjithë të mirëseardhur në zyrë dhe çdo herë kemi pasur kështu nota pozitive nga komuniteti. Po, sepse e keni derën hapur gjithmonë. Duke qenë se jemi nga fundi, shumë shkurt, një mesazh për të gjithë ato të cilët na ndjekin, si mund të bëhen pjesë le të themi të shoqatave bamirëse, pjesë në aspektin që për të kontribuar dhe për të ndihmuar. Mbasi jemi në fund, ne vazhdojmë me këto hapa të cilët veçma jemi duke i ndjekur, të mundemi të prekim në shumë pore të jetës, të cilët nuk i kufizojmë vetëm me qytetin tonë. Ne patëm mundësi gjatë Ramazanit edhe në Tito Veles edhe në manastir disa aktivitete brenda këtij muaji, kështu që nuk kufizohemi vetëm me strugën. Besojmë që këto hapa të vazhdojnë, ato të cilët dojnë vullnetarisht të volontojnë, domethënë të na përkrahin, të na ndihmojnë, siç kemi pat mundësi, bile edhe disa syfyre betimi hangri bashkë me nxënësit e konviktit të strugës, dhe ato janë gatishmëri që sa herë ne të kemi nevojë, ato na përgjigjen pozitivisht. Me këtë kontinuitet, me këtë lidhshmëri, me këtë raport prej moshave të ndryshëm, dera jonë është hapur edhe për ato të cilët dojnë të na ndihmojnë, edhe për ato të cilët janë në nevoja të ndryshme. Ne do të vazhdojmë të jemi me ata përderisa donatorët janë me ne. E bukur kjo. Betim, një mesazh për fund? Unë personalisht e falenderoj drejtorin për gjithë shka që ka bërë për shoqatën. I falenderoj të gjithë pjesëtarët e shoqatës, stafin, po ashtu dhe donatorët, të cilët janë çdo herë pranë nesh, dhe shpresoj që si ato donatorë jashtë ato edhe brenda, do mund të bëjmë shumë gjëra më të mira për strugën edhe për rajonin. Patjetër që po, dhe unë uroj në fakt shumë suksese dhe si strugane që jam, një falenderim publik le të themi në emër të qytetit, po e bëj edhe unë për ato që keni ndryshuar shumë jetë në qytet dhe jo vetëm, keni sjell shumë buzëqeshje tek shumë fëmijë, tek shumë familje, tek shumë nëna, kështu që një falenderim shumë i veçantë për punën që bëni, për përkushtimin që keni, sigurisht edhe për të gjithë donatorët që padyshim janë pjesë e shoqatës, pra kur folëm ne për shoqatën, folëm për të gjithë ato të cilët janë pjesë e shoqatës, kështu që faleminderit shumë për punën që bëni, por gjithashtu edhe faleminderit shumë që ishit edhe pjesë e emisionit Prizma sot për të ndarë edhe rrugtimin tuaj. Gjithashtu nga ne faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur shikues, ka ç'ishte emisioni për ditën e sotme dhe në fakt të gjitha fjalët që u thanë ishin një farë lloj mënyre mesazhe, sepse duhet të jemi sa më shumë human në këto kohë ku jetojmë në sfida të shumta, sfida ekonomike, sfida sociale, duhet të qëndrojmë pranë njëri tjetrit, ashtu siç theka edhe më herët, mbase vetëm një buzëqeshje dhe një fjalë mirë mund të jetë diçka që mund t'ia ndryshojë jetën apo mund t'ia ndryshojë ditën apo javën një personi, kështu që gjithmonë të mundohemi të bëjmë sa më mirë aq sa kemi mundësi, sigurisht edhe aq sa kemi mundësi edhe të japim dhe edhe buzëqeshje, por edhe gjëra materiale, pse jo. Para se ta mbyll, do dua që të falenderoj Aria Fashion, ato të cilët gjithmonë kujdesen për veshjen time, i gjeni në qendrën tregtare Duamall në Strug, por gjithashtu edhe në rrjetet sociale Instagram dhe Facebook, ku mund të bëni edhe porosi online. Ktu do ta mbyll, ju uroj një pasditë të këndshme, bashkë mirupafshim.